Në Hag pra është duke mbajtur samiti nivelit më të lartë të krerëve, të antarëve dhe shteteve që janë 32 antarë të organizatës që mblidhen një herë në 2 vjet për të diskutuar politikat dhe çështjet kryesore të mbrojtjes globale. Do të bisedojmë me zotin Bardhyl Kolçaku, deputet i Partisë Socialiste, ish shef i shtabit të përgjithshëm të ushtrisë së Shqipërisë. Me mbrëma, zoti Kolçaku, atëherë si e shikon Shqipëria këtë samit të NATO-s që mbahet në një situatë ndërkombëtare të mbartur me konfliktet sa në linjën e mesme aq edhe në Ukrainë? Mi mbrëma, përshëndetje dhe urime për përcjelljen e këtij lajmi shumë të rëndësishëm. Samiti, ashtu siç e thatë, mbahet në një moment tepër të rëndësishëm, jo vetëm të konfliktit që po vazhdon mbi 3 vjet në Ukrainë, por dhe të 2 konflikte të reja, qoftë ai në lindjen e mesme edhe goditja e fundit në Iran, kështu që situata gjeopolitike është shumë e trazuar, kërcënimet dhe rreziqet për lirinë dhe sigurinë e 1 miliard banorëve që janë në umbrellën e NATO-s janë në kërcënim të vazhdueshëm dhe sensibiliteti dhe vëmendja për këtë samit është shumë e lartë. Është shumë e lartë për të gjitha vendet anëtare. Natyrisht Shqipëria është rreshtuar iniciativës presidentit Trump, por dhe të sekretarit përgjithshëm të aleancës që të nxisin vendet që të rrisin shpenzimet për mbrojtjen. Tu kemi parasysh angazhimin që do të miratohet nesër në komunikatën në këtij samiti, ku aleanca zotohet që deri në vitin 2035 do të rrisin shpenzimet për buxhetet e mbrojtjes në 5%, nga këto 3.5% të GDP-s do të jenë shpenzime direkte ushtarake dhe 1.5% për të përmirësuar infrastrukturën, qëndrueshmërinë, reziliencën në gjuhën e NATO-s, mbrojtje kibernetike, infrastrukturën kritike, këtu kam parasysh portet, aeroportet me qëllim të dyfisht, rrugët, arteret kryesore të lëvizjes së forcave nga Amerika për në Evropë dhe nga Evropa për në pjesën lindore të aleancës, andaj nga vjen kërcënimi kryesor. Kështu që ky do të mbahet mend si samiti i rritjes së shpenzimeve të mbrojtjes, nëse në samitin e Walesit vendet u angazhuan që të shkonin në tavanin 2% të GDP-s deri në vitin 2024, që flasin 2025 tani, që pothuajse të gjitha vendet e kanë realizuar. Tashi ne do të kemi një kapërcim ose një angazhim tjetër shumë të madh dhe kuptohet për çdo vend antar është një sakrificë. Dhe pritet zoti Kolçaku që në vitin 2027 Shqipëria ka vënë kandidaturën dhe pritet që të miratohet madje në dokumentat e këtij samiti që të miratohet mbajtja zoti Kolçaku që të më dëgjoni, pra pritet që Tirana të jetë vendi ku do të mbahet ky samit kaq i rëndësishëm në vitin 2027. Haga praktikisht një pyetje për ata që duan të kuptojnë se ç'është ky samit. Haga sot që flasim është gati si një qytet i rrethuar, rreth 12.000 ushtarë dhe policë sigurojnë shefat e shteteve aty, është një buxhet rreth $18 milion me sa dim për organizimin e këtij samiti. Si mund të jetë Tirana në 2027 në këtë kuptim? Tani, Tirana i ka dhënë provat para 2 vjetësh, ishte një angazhim të ngjashëm ku erdhën liderët kryesorë europian. Para një muaji ishte takimi i komunitetit politik të BE-s, ku ishin gati 47-48 kryetarë shtetesh, mungonte vetëm presidenti Trump dhe ai i Kanadas, kështu që Tirana ka krijuar një eksperiencë të shkëlqyer jo vetëm për infrastrukturën, por edhe për protokollin, për organizimin, për menaxhimin, për sigurinë që ka vendi jonë për aktivitete të tilla të rëndësishme. Unë mendoj që ky do të jetë një mundësi që Shqipëria të vendoset në hartën e vendeve që mund të marrin përsipër organizimin dhe kryen e aktivitete të tilla. Është një nder që i bën vendit tonë, nuk mund të imagjinoj kjo 10 vjet apo 15 vjet më parë. Është e kthen vendin tonë në krye qendrën botërore të paktën për 2 javë apo 1 muaj që do të zhvillohen
këto takimet të nivel lart, ky summit, ku përveç kryetarët e shteteve janë ministrët e jashtëm të 32 vendeve anëtare, ministrët e mbrojtjes, shefat e shtabeve, janë siguria, gazetar, janë vendet partnere. Kështu që do të jetë kryeqendra jo vetëm europiane, por le të themi globale e zhvillime në 2027. Pra ju falenderit për këtë ndërhyrje të drejtë për drejtë. Ishte Bardhyl Kolçaku, deputeti i Partisë Socialiste. Ecim tej.